Zoti Islami, të ndalemi tek një aspekt ku para disa ditësh një ministre e qeverisë serbe bëri një deklaratë sipas së cilës ajo theksoi se nëse do të ishte në vend Miloševićit do ta spastronte edhe më shumë Kosovën etnikisht. Ndërkohë Kosova e shpalli këtë ministre non grata, Bashkimi Evropian e dënoi deklaratën e saj. Nga ana tjetër, Edi Rama u përpoq ta kalojë me humor, duke thënë se nuk merret me të tillë qyryk që flasin të tilla broçkulla në Beograd. Ju si e komentoni, pse Edi Rama nuk reagon kaq ashpër sa që reagon me protestuesit, por sillet kaq but me përfaqësuesit e Beogradit? Po cili Edi Rama? Ai Edi Rama që bëri marrëveshjen e ndarjes së territoreve me Thaçin dhe me atë Grenellin, që quhen atë që futin Amerikan. Ai Edi Rama do dalë të kundërshtojë atë. Edi Rama që ishte për Open Balkan, për Ballkanin e hapur. Edi Rama që është vazhdues besnik i urdhrave që jep Beogradi i Dušan Mugoshës dhe i Miladin Popovicit. Edi Rama që është vazhdues besnik i veprës Enver Hoxhës dhe i tradhtisë kombëtare që bëri Enver Hoxha lidhur me çështjen e Kosovës. Çfarë thua? Jo më zotrin, jo, Edi Rama nuk ja mban që të flasë kundër asaj. Nuk ja mban, më trëmbet. Shqip, mos e quani trim atë. Ai është trim kur ka polici rreth rrotull që ai trim është sa udhton me një skort me 6-7 veta. Në një kohë që kryeministrat e botës vënë dyqane dhe blejnë më këmbë ose lëvizin në rrugë me bicikletë. Po kjo ka gjak të madh që ka për të paguar këtij populli. Ndaj ai është frikacak dhe ndaj trembet dhe nga ata ushtallarët e tij, padronët e tij, kryesisht të Çifutistanit sot, se vajti në Çifutistan dhe u bë dhe Çifut, madje tha dhe atë zahun e tij ka bërë Çifut, e tjera. Pra, ky ishte Edi Rama. Zoti Islami, por a nuk është trimëri të thuash në mes të Beogradit në sy të Vučićit që ai duhet njohë Kosovën? Zotri, atë e bëri dhe në Greqi ai. Ai gënjen budallet, jo neve, unë jam jurist. Ashtu nuk flet një burr shteti nëse e kërkon veten të jetë burr shteti. Pse nuk flet ashtu? Sepse një burr shteti kur flet me dokumenta shtetërore, me protokoll dhe me vendime, me rezoluta edhe tjera. Ai na këto s'ka bërë asnjë. Ai vetëm dele dhe leh atje, thot Kosova është shqiptare, thot edhe kaq, atë thonë kalamajt në rrugë. Madje sa i përket rezolutave. Po. Madje sa i përket ka miratuar në një rezolut? Po, madje sa i përket rezolutave. Po. Të lutem, se më të pret disa herë, ta marrë llafin. Po, ndjes. Ai s'ka bërë asnjë rezolut deri tani. Në dash me Grekun për Çamërin, në dash me Serbët për Kosovën. Asnjë rezolut s'ka bërë. Të tëra janë shashka që i hedh për opinion, për konsum publik, po jo veprime diplomatike serioze. Asnjë veprim diplomatik serioz s'ka bërë. Ose në ka bërë, ma thoni ju se diu. Jo, për të përforcuar argumentin tuaj ditën e djeshme grupi parlamentar i Partisë Socialiste e hodhi poshtë rezolutën që do duhet dënonte deklaratat e ministres serbe, qeverisë serbe. Ja erdhe aty ku thash unë që ai bindet verbazi Beogradit nuk janë ban, nuk është burr, nuk është trim. Po të gjithë të nështruar të Beogradit janë këta sepse i gjithë grupi parlamentar e hodhin në blok. Sepse Partia Komuniste Shqiptare është krijese e Beogradit, zotëri. Ka lindur nga mitra sërbe kjo parti. Dhe nuk mund ta shajë nënën e vet. Kjo është Partia Komuniste e Shqipërisë. Këta janë komunistë shqiptarë. Këta kanë qenë, këta janë, këta se sa do jenë pasaj nuk e dim. Po këta kanë qenë dhe këta janë. Zoti Islami, nga ana tjetër, si mendoni se do të vijojnë raportet mes Edi Ramës dhe Albin Kurti, do të ketë përplasje të tjera nisur nga akuzat që Edi Rama i ka bërë në mënyrë gati direkte, por edhe indirekte Albin Kurtit se i kanë nxitur ai protestuesit që vinë nga Kosova, apo edhe kërkon rrezimin e Edi Ramës në Shqipëri? A mundet Albin Kurti që në një mënyrë ta rrezojë Edi Ramën? Edi Ramën do të arëzojnë protestat e advetarve shqiptarë, as Albin Kurti, as Albin Shkurti. Dhe s'ka që bën Albini i vetëm, ama patriotëve të Kosovës
nuk ka burnën që u del përpara, as Albini, as Edi Rama dhe as kush. Albin Kurti ka për detyrë të shikojë vendin e tij, popullin e tij, të jetë abdetar ashtu siç është, dhe ka një detyrë të kërkojë referendum popullor për bashkim kombëtar. Këtë detyrë ka Albin Kurti. Po e bëri, do me të një histori. A mund ta bëjë gjë të tillë? Kur të doj. Dhe se pengon askush. Përjashto Beogradin, Athinën dhe Londër. Në këtë rast, duke u nisur, po themi nga samiti fundit i NATO-s dhe hapësirën që ka krijuar Edi Rama në raportet, pra boshllëkun që ka krijuar në raportet me Turqinë, a mendoni se ka i përplasje mes Turqisë dhe Greqisë për Shqipërinë, pra në mesdhe, ku duket se së fundmi Edi Rama i ka ftohur, po themi, raportet me Erdoganin? Edi Rama i ka ftohur raportet me Erdoganin duke marrë urdhë nga Çifutistani. Çifutistani, Yunanistani, do të thënë Greqia, dhe Kiprua janë në aleancë me njëri tjetrin të tre shtetet lidhur me Zveun. Dhe është pikërisht kjo aleancë që kërkon me çdo kusht Izraeli të hyjë në Sazan. Nuk do hyjë dot, për një arsye fare të thjeshtë, po dhe të fuqishme. Nuk do hyjë dot sepse nuk mund të lejojë as Turqia, as Italia që të vijë Izraeli në Sazan. Nuk bën vaki. Italia nuk mund ndihet tani. Por nuk do të thotë se është se flë. Nuk po ndihet sepse akoma s'ka lëvizur gjë. Po e pan që në Sazan do vinë të vendosen Çifutistani, atëherë pasaj do hynë në luftë dhe Italia dhe Turqia për ta mbrojtur Sazanin, se ne se mbrojnë dot. A mendoni se Turqia mund të veprojë ashtu siç veproi në 97-ën që u ngrit kundrejt Greqisë? Pa diskutim fare, do veprojë që skemet e kambesin të plot. Jo aq për interesat tona se sa për interesat e saj. Po sa i përket çështjes së detit mes Shqipërisë dhe Greqisë, a mendoni se kjo çështje do arrihet të fitohet nga ana e Shqipërisë duke qenë se është dërguar në Hag? Ajo çështje në Hag nuk do gjykohet kur. Ta them unë, se s'ka pun Haga me kufirin detar. Për kufirin detar ka konventa ndërkombëtare të detit, të cilat janë saktësisht të përcaktuara sa i takon një shteti, sa i takon një tjetër, sa mile larg nga bregu, kush është tokë kontinentale dhe kush është ishull i banuar ose i pabanuar. Kështu që ajo është një tradhti që i ka bërë ky Edi Rama populli shqiptar me atë çështje që e çon në Hag, se s'ka pse të shkojnë në Hag fare. Po ky ka pranuar me urdhër të grekëve, kanë thënë grekët, hajta çojmë atje se ai grekët e dinë që në Hag e kanë fituar çështjen. Prandaj nuk do shkojnë në Hag. Dhe edhe po të vej, dhe po të marrën vendim, ne do ta mbrojmë me gjak pastaj. Nuk diskutohet fare. Shqiptarët nuk shesin truall. Nuk kanë gjë për të shitur. As për të marrë vesh. 12 milje detare zonë ekskluzive ekonomike, shqiptarët e kanë të garantuar, nuk u aq kurkush. Doj ta marrë greku të vijë 5 milje përballë himarës, se bën dot, s'vjen dot. Po çfarë synon Greqia në këtë rast? Të vijë të marrë lugun siç ja kanë bërë gati këta, ja kanë bërë gati me bashkinë e Dropullit, me bashkinë e Finiqit, duan të suprimojnë bashkinë e Konispolit, duan të bëjnë një pastrim etnik nga shqiptarët në këtë zonë që quhet Vorju e Pirë, me tradhtin dhe me poshtësinë e Edi Ramës të këtij kuislingu që po vazhdon akoma të rrinë karrike, nuk do të arrijë dot të traktojë se protesta në Tiranë për këtë bëhet. Nuk bëhet protesta në Tiranë o të ke Edi Rama s'ka, bëhet që të ikin të qërohen të tërë komunistët nga pushteti sot që kanë 88 vjet. Këta do qërohen nga pushteti. Zoti Islami, si e keni parë lëvizjen e fundit të Elisa Spiropalit, e cila ka dërguar një mocion për të diskutuar brenda Partisë Socialiste për hapjen e Shqipërisë, pra për modernizimin e Shqipërisë dhe për një qasje tjetër në qeverisje? Një vrim në ujë. Një vrim në ujë, asgjë tjetër. Po nuk mendoni se Elisa Spiropali është ajo figurë që mund t'ja plas në sy Edi Ramës? Ç'do t'i bëj? Ja plasi sy, ç'do t'i bëj? Ndërkohë t'i bëj. Po. E di kur mund t'i bënte? Po, nëse krijonte
një grup prej 15-20 deputetësh të shkëputeshin nga Partia Socialiste, të dilin në grup më vete, të pavarur nga PS-ja, binte koalicioni, binte qeveria, zgjidhte problemin, po Elisa Spiropali nuk e bën dot këtë, se Elisa vajti atje si komuniste, nuk vajti si adetare shqiptare. Dhe si komuniste që ka vatur nuk del dot nga obrella e partisë dhe Edi Ramës. Ndërkohë ditën e premte do të mblidhet grupi parlamentar i Partisë Socialiste në drejtimin e Edi Ramës. A mendoni në këtë rast se mund të ketë, siç e përmendët pak më lart, lëvizje të atilla brenda PS-s për të goditur Edi Ramën, ndërkohë që edhe protesta nga ana tjetër është intensifikuar? Jo. Do vënë si djemë të mirë, si vajza të mira, do t'i binden urdhrit të padronit, mbaroi. Po nuk ka figura të cilat mund të kenë mendimin e tyre, të jenë pavarur, dhe të kenë një personalitet të tyre? Asnjë figurë nuk ka asnjë figurë me integritet atje dhe me personalitet të popullit. Asnjë. Janë të tërë qirak të Edi Ramës. Janë të tërë si punë ati hajdutit gjepave që dele fletë, atje se karama i edhe na del dhe trima i. Si a the membri se s'do të binder. Po, a i shihet si alternativ për të garuar kundrejt Edi Ramës? Garoj. Ja të shumë, do garoj. Për të garuar brenda partisë veç, jo për të dalë nga ajo parti. Problemi popullit dhe protesta kërkon që ajo parti të dalë të qërohet nga pushteti, nuk kërkon, ja iku Edi, erdhi Taulanti. Iku Taulanti, erdhi Spiropalja, iku Spiropalja, erdhi Beli Devalluku, e tjera. Pse ashtu, kjo është zgjidhja, jo zotëri. Populli kërkon të iki si klasë politike të qërohen. Dhe pyetja e fundit, nëse nuk i vjen nga brenda rrëzimi Edi Ramës, do t'i vijë nga spaku, Amerika, apo do të ketë një fund të atill që mund t'i vijë nga protestat të cilat mund të intensifikohen në vimësi? Amerika është heshtje frikshme. Është heshtje që vërteton 4 Shqipërisë që Amerika ka mbrojtur komunizmin në Shqipëri. Pa dhe të më thonë, dhe thonë për mua që është anti-Amerika, dhe thonë sa të duan, nuk më prish pare, nuk prishet puna. Se dhe po të dua të jem, s'më ndalon do të njeri, se kokën e kam timen. Por nuk është kështu. E vërteta është që Amerika po e mbron Edi Ramën me gjitha mjetet, dhe me spionët që ka dërguar këtu edhe lëmotisin për kanalet e tyre. Ndërsa Rama do bjerë vetëm nga protesta, nga kurkush tjetër. Në qoftë se protesta nuk përshkallëzohet që të shkojë në zyrët e Edi Ramës me forcë, Edi Rama do mbetet në pushtet sepse ka mira paterica që e mbajnë në krye. Se u shërben atyre që marrin naftën shqiptare, pa lek, u shërben atyre që shfrytëzojnë pasuritë natyrore të Shqipërisë dhe ata që i shfrytëzojnë janë ata që nuk ndihen, ata që kanë atë heshtjen e frikshme. Kështu që Edi Ramës do t'i vijë e keqja vetëm nga protesta.